Në zemër të lagunës së Nartës, manastiri i Zvërnecit mbetet një prej destinacioneve më të kërkuara nga turistë vendas dhe të huaj. Çdo ditë qindra vizitor ndalojnë në manastirin e Zvërnecit, një prej mrekullive të jugut, për të admiruar kështu historinë, natyrën dhe qetësinë që të dhuron ky vend unik. Në zemër të lagunës, mes gjelbrimit dhe ujrave të qeta të Vlorës, ndodhet një nga mrekullitë më të vizituara të jugut, manastiri i Zvërnecit. Në mesin e qindra turistëve që vizitojnë manastirin e Zvërnecit çdo ditë, është ky udhëtar nga Maroku, i cili ndodhet për herë të parë në Shqipëri. Jam nga Maroku, kemi ardhur për herë të parë në Shqipëri, edhe këtu në Vlorë. Kemi ardhur sot dhe do të qëndrojmë pak ditë. Sot vizitova edhe manastirin në këtë vend fantastik, laguna shumë e bukur, dhe ka det pranë, dhe pyll, shumë bukur. Manastiri i Zvërnecit mbetet një prej destinacioneve më të preferuara edhe për europianët, për vetë pamjen që ofron, manastiri ngjall interesin e turistëve. Yes, it's wonderful. Është një kënaqësi që jam këtu në vendin tuaj. Është një vend shumë i bukur dhe po më pëlqen. Fatmirësisht koha është e bukur me diell dhe na jep mundësinë të qëndrojmë sa më shumë. Jemi një grup turistësh që po bëjmë një tur në Shqipëri dhe sot jemi në Vlorë dhe mes vendeve të tjera qëndruam edhe këtu në manastirin e Zvërnecit. E kishim program dhe mund të them se nga ajo çfarë pam mbetëm shumë të kënaqur. Me përshtypjet më të mira për vendin tonë, konkretisht për manastirin e Zvërnecit, turistët thonë se do të rikthehen sërish. Jam nga Gjermania dhe kam ardhur për herë të parë këtu. Manastiri ishte një mrekulli, edhe peizazhi dhe pamja fantastike. Më pëlqen shumë, unë kam dëshirë të vizitoj vende të ndryshme dhe këtu do të rikthehem. Edhe unë vi nga Gjermania, kam ardhur në Shqipëri për një vizitë disa ditore, së bashku me disa miq vizituam edhe këtë vend të bukur, fantastike, e shkëlqyer. Kam mbetur e impresionuar dhe do të rikthehem sërish. Edhe grupet turistike që udhtojnë nëpër Shqipëri e kanë përfshirë Zvërnecin si ndalesë të veçantë në itinerarin e tyre. Ne jemi një grup nga Gjermania që po vizitojmë Shqipërinë. Kemi ardhur në Vlorë dhe po vizitojmë edhe manastirin e Zvërnecit. Është një pamje me të vërtet fantastike. Këtu ka det, lagun dhe manastiri është një vend fantastik. Mendoj se duhet diçka më shumë, si kjo urë që të çon në manastir apo pse jo të ketë edhe një kafe, ku ne mund të qëndrojmë për të shijuar peizazhin. Zvërneci me ishullin e vogël të tij ndodhen 14 kilometra larg nga Vlora, ty ku mbaron pylli i Sodës dhe fillon laguna e Nartës. I tërë peizazhi krijon një ansambël natyror me plot kontraste, ku gjenden në harmoni bukuria me qetësinë e këtij vendi. Përveç bukurisë natyrore, interes të veçantë paraqet për vizitorët manastiri i Shënmërisë, i cili ndodhet në ishullin e Zvërnecit dhe ku mund të shkohet me një urë të ngushtë këmbësorësh prej druri. Manastiri është një ndërtim tipik bizantin, ndërtuar në shekullin e 10 të pas Krishtit. Ai kishte një bibliotekë kishtare shumë të pasur. Murgu i fundit nga manastiri është larguar në vitin 1967, kur në Shqipëri u mbyllën objektet fetare. Për shumë kohë manastiri qëndroi i mbyllur, u plaçkit dhe u doq. Gjatë kohës së komunizmit, ishulli i Zvërnecit shërbeu si vend internimi për kundërshtarët e sistemit dhe manastiri si strehës e tyre. Pas vitit 1990, manastiri u rikthye përsëri funksionit të tij fetar. Sot, ai gjendet i rikonstruktuar dhe shumë interesant për të vizituar. Sipas të dhënave, manastiri i Zvërnecit mbetet ndër atraksionet më të kërkuara në qark, me një rritje të ndjeshme të vizitorëve nga viti në vit, duke u kthyer kështu në simbolin e turizmit kulturor dhe natyror të zonës.